Kështu nis një punim me balt, një proces i vështirë por edhe i bukur. Nuri u ka sjellë brenda ambienteve të shkollës Alush Bardhi këtë pasion të tij që pak të rinj e preferojnë. Ai rrëfen se frymëzimin për punimet me balt e mori nga një i afërm i tij. Atëherë duke qenë se kam disa të afërm të familjes, që merren me këtë që kanë trashëgimi ndër vite, edhe shkoja pothuajse çdo ditë, sikur gjysmë ore, një orë, edhe duke i parë se si jepnin formën baltës, tash pse mos ta provoj edhe një herë. Siç Nuriu tregon, punimet janë pritur me kureshtje dhe interes nga shokët dhe shoqet e klasës, ndërsa ka edhe një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët. Janë interesuar. Edhe mua më ka pëlqyer pastaj që t'ja si ta them si shpjegim ose ti ndihmoj për ta bërë. Edhe i them çdo të riu që nëse shikon që e ka një dhunti të tillë, pse mos ta provojnë, pse mos ta vazhdojnë. Por Nuriu nuk është i vetmi nxënës që i është rikthyer punimeve tradicionale. Edhe Tea ka sjellë në shkollë një trashëgimi familjare, punimet me grep, të mësuara nga gjyshja e saj. Më duket një proces shumë interesant, por gjithashtu e kam edhe të trashëguar nga mamaja, gjyshja, por punojnë edhe motrat e mia. Marr pjesë te grupi shoqëkës, ne jemi grupi i qendisjes, punoj me grep, gjergjef. Është një punë shumë e bukur dhe mundohemi pas shkolle të mblidhemi të gjithë. Nxënësit e kësaj shkolle janë bërë bashkë për të ruajtur dhe promovuar elemente të ndryshëm të traditës shqiptare. Për ta, këto punime janë përvoja interesante. Shpreh ato mendimet e mia, ato frymëzimet e mia, ato gjendjet e mia emocionale dhe më ndihmon shumë. Mundohemi pas mësimit, pas orës 6, bëjmë disa gjëra të vogla. Këto kohët e fundit kemi filluar të punojmë me argjil për të bërë disa zbukurime. Nëpërmjet këtyre nismave, nxënësit rikthejnë vëmendjen tek vlerat tradicionale, një qasje që jo vetëm ruan element të trashëgimisë kulturore, por edhe i bën ato pjesë të formimit të brezit të ri.